Të nderuar xhamatli, sot po përcjellim për në botën tjetër një pjesë të konsiderueshme të vdekurve. Familjeve u shprehim ngushëllimet tona. Allahun e lutim që Allahu muslimanët t'i falë dhe zemrat e atyre që kanë mbet Allahu t'i freskon me durim. Porse për te kësaj, për te ngushëllimit dhe emocionit dhe mërzijës që e përjetojnë familjar dhe e kemi përjetu e tërë shoqëria për shkak rastit të rand, Kur'ani dhe hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam neve na mëson që ti tejkalojmë këtë gjëra për ti medituar disa më të mëdha, për ti hulumtuar disa më të mëdha. E më e madhe se kjo çka është, më e madhe se kjo është se ne sot piqajmë ata kush ka më na kajt neve. Sot ne i vërrosim ata, po si do tjetë ku të vërrosimi ne. Sot ka vdek aj, sa e ranë do tjetë ku të vdesim ne. Pra ne duhet në përmet vdekjeve të përcjellura që dalim me mësimet mëdha. E mësimi më i madh është që ne ta përkujtojmë shpesh këtë punë. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam than hadith që ne kanë dhënë Imam Ebu Daudi dhe Imam Tirmidhiu, akthiru min hadhimi ladhat. Tha alayhi salatu wassalam, përmendeni më shpesh atë e cila ja u prish lezetet. El maut, vdekjen. Vdekja ta prish lezetin. Vdekja ta prish dasmën. Vdekja ta prish harmonien. Veç me e kujtu vdekjen për një me, s'dvjen amël asnjë sen. Po me e kujtue dhe mundal me ta, e me ta mor Allahu dikan bi familjarve, atëre kur gjamu nuk vjen mirë. E si do tjetë halli kur vetë ti do t'jesh i vdekuri. Andaj Omar Khattabi, kur i përcjell të gjenazët, thonë të kush ka vdek, i thonin filani. Aja niste me qajt, dhe i thonin pse po qanë. Tha nuk po qaj për filanin, ka shku të punë të veta, po po qaj për vetën time. Kur njerëzit do të thonë vdiq Omeri, si do tjetë ajo dit kur njerëzit do të thonë vdiq Omar Khattabi, e ti në vend të Omerit vënoje emrin tanë, si do tjetë ajo dit kur njerëzit do të thonë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ta Allahu t'jemi dhe ta Allahu kena më këthije, ka vdek filani dhe aj filani e ti. S'munët më morë kjo për ajgare, s'munët më morë kjo me huti, s'munësh mi thonë kësoj s'kan vakt, të merë kur do që t'jesh. Andaj tha Allahu gjelle gjelaluhu, innel maut e ledhi të firruna min, vdekja nga e cila po ikni, ti po ik, ti del tash mas gjumaje dhe mundohesh mu angazhue dhe mundohesh me bo muhabet, kinë se kjo nuk është diçka e cila të përket tyje. Tha Allahu ti po ik, ama ajo të zë. Walau kuntum fi burugjim mushayyada, si du shkohin palatin më të fortifikum, me gardhët më të mdoja, me hekurat më të mdoja, me leqë të Allahut depërtojnë aty. Qish i kanë morë këtë kryetartë që kanë pas forcë, i ka morë Allahu Gjellu Ala. Andaj vdekja le tjeti bret për neve. A kemi bo plan milan gjunat, a kemi bo plan mi u këti Zotit për një me, a kemi bo plan mi ba Allahut sejgjde për një me, a kemi bo plan milan kita haramë që ka na i bajna, se kena me dek, kena me shluket tokë dhe kur s'kthejemi më këtu deri në ahiret. Pejgamberi alayhi salatu wassalam hadithin që e kanë dhënë Imam Buhariu, në ditë për ditëve kaloi një xhenaze dhe u çu shpejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i trishtuar. Tha ja Rasulullah të pranishmit, rri se jehudia sa musliman. Pejgamberi sa mu çu ngam, tha inna lil mauti faza'a, vdekja ka frikë, e lejset bi nefs, ki tha ka shpirt. Jehudi të zoti vet ka mu logarit, atje e ka logarien. Për muë, kjo s'ken, a e trishtushme, me vdek, a e trishtushme. Andaj Aisha radiallahu anha çfarë thonte? Shka kum pa tu hek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në agonin e vdekjes, ma nuk mërzit në as për veti, as për kërkan, a ka me hek në momentin e vdekjes. Se ka ndru jetë me vështirësi më i dashur i Allahu xhelle xhelalu pejgamberi alayhi salatu wassalam. E Allahu xhelle xhelalu në ato agonit të vdekjes ja çoi në melaçe dhe i tha: o Muhammed, a do më nejt ala? A do më nejt ala? Ti kthejmë këto dhimbta? Tha jo.
Bel rafiq el a'la, pa jo Zot, le të jetë e fundit. Andaj e thiri Fatimën radhiyallahu anha dhe i tha: "Oj Fatime, ec pak çtu ngat", dhe i foli diçka në vesh. I foli diçka në vesh nga e djathta dhe nga e majta. Njëherë keshi ajo e njëherë kajti. Njëherë kajti, njëherë keshi. E këtë hadith e ka kallëzue Fatimja mas i ka ndrujet pejgamberi s.a.s. I tha Aisha: "Oj Fatime, a e mamen kur pat vdek pejgamberi s.a.s. të pat afru pak, të pat kallëzu diçka, pat e qajt, pat e kesh, çka të tha?" Tha kur më tha diçka, kur kajta, më tha: "Oj Fatime, unë e vdes. S'qona më. Sa të kanë shpesu se jasmu ka mu quë." I ka dhënë: "Oj Fatime, unë e vdes. Mirë po dije se baba jot e ka dhimbtën e funit, takomin xhennet me lejen e Zotit te bareke ve teala." Thot dhe unë e kajta. Kur më tha në anën tjetër se ti oj bia jeme vjen mas mua e para për i të vdekmive të muslimanëve, tipi familjes teme vjen e para, tha unë e kesha. Pra unë e kam u taku me përmësa me para. Shiko, i tha për nga mësram: "Oj Fatime, vdekja është dhimbta e fundit e babustan." E ne njerëzit thjesht, ne që jena plot harame, ne që se ngojnë Allahun, ne që na thirr hayya ala salat dhe thëna kena vakt, dhe jemi të zhyt në dunja, çish do të na takon ajo vdekje? Si do të dalmi përpara Zotit xhelel xhelalu? Ku janë farzët? Ku janë urdhat e mia? Ku të vetë Allah, ku janë haramet që të këmë thonë lej? Pse si ke lanë? Kamatëm, pse se ke lanë? Muzikëm, pse se ke lanë? Andaj kjo dunja, kanë dhanë djetarët, është veni ku Allah e kanë ndëshku Ademin, që ishdo me bo qefti ati. Zbat në burg qef, zbat në test qef, zbat në provim qefi, as bavitja, bat në akhiret, nëse e meriton me lejnë e Zotit te bareke ve teala. Andaj këto të vdekuri që ne po i përcjellim, le të jetë i bret për neve, se ka mundësi nesër e pas nesër jemi ne ata. Andaj tha Allahu te bareke ve teala: "Dhalika ma kunta minhu tahid." Ai di pikuri të hik që tash. Ai di pikuri ke bëu hesap se ti s'ka me të zon. Edhe ata që shtu e kanë menue. Edhe ato kanë pas plane, e kanë pas ardhmëri, e kanë dash me bë, por se Allahu xhelali ka paraprije. Tha Allahu te bareke ve teala në surën Al-Waqi'a: "Nahnu qaddarna bainakumul maut, wa ma nahnu bimasbuqin." Na e kena caktu për juve vdekjen, së na del dikush përpara. Së na del dikush përpara. Amr ibn al-As, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o kon gjuhtari i arabëve, ka ditë me fol, ka ditë me shkruaj poezi. E i ka thonë djalit vet: "O djalin, shumë kam qef kur vdes dikush me pas takat me më kallzu shka po she. Shumë kam qef kur vdes dikush të më kallzoje shka po she. Po kur kush të më ka kallzu? Sa njerën e kum pa të dek, kur kush të më ka kallzu shka po she?" Thot djali vet Abdullah ibn Amri, thot unë ju më kanë kur ka dek baba jem, dhe i thash: "O bab, e ti tash çka po she, kallzo mua, se ti s'ka kallzu kur kush, kallzo mua." Thot Abdullah: "S'në folke." Dhe kjo është natyra e atij çka vdes. S'në fol, ti mundohesh mi thon çka po shef. Vetëm Allahu e din çka po shef. Vetëm Allahu xhelel xhelal e din çka po shef. A ne kanë dhënë dietarët e muslimanëve, vetëm kur ta shohë melekun shtangët. Vetëm kur ta shohë melekun shtangët, mos flasim kur ta kape. Mos flasim që kanë dhënë dietarët kur t'ja nisëm janë nxjerr shpirtin. Janë nxjerr nga çdo çeliz dhe trup çka e ka. Komplet gishti. E thoni kanë dhënë i dhem kur t'ja shkule shpirtin. Çka tha Allahu xhelel xhelaluhu? Alladhina idha asabatuhum musibe. Kjo musibeti. E musibet njerëzit çka e zonë sot? I mungon rroga, s'ka parë sa duhet, se ka kerrin sa duhet, se ka shtëpinë çish duhet, e ai shef disa gjëra. Ai diçka musibeti. Musibeti ati me gjetë Allahu pa namaz. Musibeti ati me gjetë Allahu në muzikën haram. Kjo musibeti ati se diçka të pret. Thanë dietarët, 2 veta e kërkojnë vdekjen, apo nuk e shohin të madhe. Një evlia i Zotit, i cili ka bëu shumë punë te Allahu xhelel xhelalu dhe thot të takoj Zotin. Edhe një ignorant i cili se diçka e pret. E lusmi Allahu xhelola që Allahu të na mundson nga këto vdekje të mëdha që ne të marrim mësim, që ne t'i kthehemi Zotit, që ne t'i pendohemi te Allahu te bareke ve teala, që ne ta bëjmë namazin si duhet, që ne mos ta harrojmë Allahun xhelel xhelalu, sepse askush nuk e din se kush e ka radhën.
A di dikush kush e ka radhën? A mund është me pështu t'i kanë? A mund është mi thonë dikujt rre rahat ti? A mund i thonë dikujt rre ti rahat? Se ka do tjerë. Kur kush kërkuj nëse njep garancë. E një gjë që kur kush kërkuj që njep garancë, është meritore mutut për ta. Mutut se si do t'i dalmi për para Allahu subhanahu wa ta'ala.